Mbi zhvillimet politike që do të flasim sonte në studio do ta kem drejtor Sulejmanin nga koalicioni Vlen. Mirë se vini në Alcat. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për shikuesit tuaj. Drejtor Sulejmani, tani pas kongresit të Vlenit dhe përfundimit të gjithë procesit ku Vlen u bë një parti, a ka filluar subjekti që të kërkon llogari për funksionimin e deritanishëm, se si ka funksionuar përfaqësimin e institucione dhe si kanë funksionuar kuadrat nga eshaloni i parë, eshaloni i dytë e më poshtë. Nuk është se deri tash nuk e kemi përcjellur si koalicion kur kemi qenë punën e funksionimit të institucioneve, mund të themi se kemi realizuar një pjesë të madhe të përcaktimeve tona programore, po kemi edhe 2 vite të tjera për të realizuar edhe përcaktimet e mbetura. Kongresi i Vlen mendoj se ishte një kongres jashtëzakonisht i mirë dhe shumë i suksesshëm, me të cilin edhe e mbajtëm fjalën para popullit, atë fjalë që e dhamë se koalicioni do të qëndrohet në parti, dhe kjo edhe ndodhi të shtunën. Madhështinë e kongresit mund të themi se e përcakton edhe niveli i mysafirëve i cili mori pjesë, për herë të parë në një koalicion morën pjesë 2 kryeministra, patëm mysafir edhe kryeministrin e Kosovës zotri Kurtin, dhe në atë kongres votuam edhe programin politik të Vlenit, edhe statutin, edhe kuvendin qendror dhe gjitha organet e partisë. Tash Vleni si parti politike së shpejti do të fillojë të mbajë edhe mbledhjet zyrtare të organeve të përcaktuara dhe me siguri se do të vazhdojmë ta përcjellni punën e të gjithë funksionarëve të cilët janë të emëruar prej momenti që jemi në qeveri dhe aty ku mendojmë se nuk po ecin punët, padyshim që udhëheqësia e re e Vlenit edhe do të intervenojë. A ka filluar matematikat e para për rikonstruimin që është në prag, jo më larg se 1 muaj nga sot, do të ketë rikonstruim të qeverisë, tha edhe kryeministri, thanë edhe liderët e partisë Vlen nga kjo studio dhe studio tjera televizive. A ka diçka konkrete apo akoma jeni në fazën e analizimit të gjitha rrethonave? Rikonstruimi i qeverisë si temë është përmendur qysh para vitit të ri dhe është paralajmëruar se do të ndodhë në fillim të muajit qershor ose pjesën e parë së të dytë të muajit. Padyshim që Vlen është e gatshme që ta fillojë procesin e bisedimeve me partnerin e koalicionit, ende nuk ka asgjë konkrete sepse nuk kanë filluar këto bisedime, po në çdo moment që ato do të fillojnë, ne jemi të gatshëm që ta japim kontributin ton, sepse mendojmë se kemi kuadro për të qeverisur me çfarëdo resori i cili është në dispozicion. Edhe në rast se ndodh që ti mbajmë pozitat e njëjta, mendojmë se kemi dhënë rezultate shumë të mira, po edhe në rast se ndodh ndonjë ndryshim i pozicioneve, ne prap jemi të gatshëm me kuadro për të kontribuar në një përfaqësim sa më dinjitos edhe të shqiptarëve, po të gjithë qytetarëve në përgjithësi. Në kuadër të rikonstruimit, a janë duke u zhvilluar negociata edhe për zgjerimin e shumicës? Kryeministri Mickoski u pyet gjithashtu për këtë temë, dha një deklaratë të tillë, por nga ana juaj si parti Vlen, a ka ndonjë subjekt politik shqiptar ofertë për t'ju bashkuar, ndoshta jo Vlenit, po shumicës qeveritare? Mendoj se shumica qeveritare është stabile dhe në këtë drejtim nuk është se po ngutemi për të marrë ndonjë vendim për ta inkuadruar ndonjë subjekt të ri politik ose ndonjë deputet në shumicë. Jemi shumë të kujdesshëm në këtë aspekt, për arsye se në Kongresin e Vlenit votuam edhe program, votuam edhe parimet të qeverisë e kështu me radhë, dhe padyshim që do të jemi të interesuar për ta rritur fuqinë e Vlenit me këdo i cili e përfaqëson programin politik të Vlenit, i përfaqëson vlerat e Vlenit, edhe domethënë është i gatshëm që të kontribuojë në realizimin e qëllimeve programore edhe të qeverisë edhe të Vlenit. Mirë, po nuk e kemi këtë punë për të ngutë, edhe në rast se ndodh diçka e tillë, ne nuk e mbyllim derën për askënd, përveç për strukturat e stërvjetruara dhe të korruptuara të BDI-s, të gjithë të tjerët, edhe ato që janë brenda BDI-s, që ka njerëz të mirë, profesionistë të dëshmuar, po edhe të partive tjera e kanë derën e hapur të Vleni, në rast se normal i përfaqësojmë parimet, politikat edhe qëllimet të cilët i ka Vleni para vetes. Do t'ju pyes pak për ligjin për arsimin e lartë, vjen nga resori që ju jeni zëvendës, po çalon për të shkuar në kuvend, disa herë u kthye në debat publik.
a është plotësuar, a është finalizuar dhe kur do ta kemi para deputetëve për miratim? Debati për ligjin për arsimin e lartë zhvillohet edhe puna për ta ndryshuar ligjin për arsimin e lartë zhvillohet gati më shumë se 1 vjet e gjysmë. Pas gjithë reagimeve publike që patëm pasi ligji u vendos në sistemin ENER, edhe në herën e parë, edhe në herën e dytë, mendoj se ka pas një inkluzivitet shumë të lartë, një përfshirje të ideve dhe sugjerimeve nga universitetet e ndryshme dhe me vetë faktin që pati një takim të kryeministrit, të ministres së arsimit me të gjithë rektorët, edhe ata dha një përkraje publike për ligjin, e cila tregon se janë të gatshme për implementimin e reformave sa i përket arsimit të lartë, mendoj se kemi ofruar një ligj i cili padyshim që do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit. Për momentin ligji është në procedurë qeveritare, në komisione, është duke u zhvilluar debati aty. Shumë shpejt mendojmë se do të vijë në seancë qeveritare ku fillimisht duhet kalojë në qeveri dhe pastaj për të përcjellur në procedurë parlamentare. Mirë po fakti që e përkrahin universitetet publikisht ligjin, flet mjaft se ky ligj nuk është bërë krye në vete nga ana e ministrisë, po janë konsultuar shumë faktorë që janë të kyçur në procesin arsimor dhe mendojmë që do të ndikojë përfundimisht në rritjen e cilësisë së arsimit, e cila është edhe pjesë e strategjisë së arsimit për vitin 2026-2032. Ju jeni zëvendës ministër, po në qeveri më shpesh ju e përfaqësoni ministrinë si sa ministri i arsimit. A ka rezerva brenda antarëve të qeverisë për propozimin si ka dalë deri tash në opinion? A ka dilema brenda ministrave dhe antarëve të kabinetit qeveritar, se si duhet jetë, për shkak se ju thatë se ka marrë miratimin e universiteteve, por ekspertët kanë akoma dilema dhe ato i shfaqin ditë për ditë nëpër televizion dhe në opinione. E kam përmendur edhe në debate të tjera, Ministria e Arsimit dhe Shkencës i ka dhe politikat e veta të cilët dëshiron të ecë përpara. E kemi thënë se janë të mirëseardhura sugjerimet dhe vërejtjet, mirë po jo të gjitha mund të inkorporohen në propozim ligjin për arsimin e lartë, për arsye se ne kemi politikat e tona me të cilat kemi garuar në zgjedhje dhe dëshirojmë që të implementojnë. Të gjitha sugjerimet edhe vërejtjet që kemi vlerësuar se kanë qenë të arsyeshme, janë inkorporuar në ligj. Ka pas për shembull vërejtje të tipit high indeksi, që ka qenë një prej vërejtjeve më të mëdha, kemi arritur që në bashkëpunim edhe në koordinim edhe me ministreshën, edhe me kryeministrin, që ta heqim si kriter bazë. Ka pas një vërejtje tjetër që është organizimi i ciklit të tretë të doktoraturës, ku fillimisht atë cikël kanë mund ta organizojnë vetëm 3 universitetet më të mirë të ranguara, pastaj u bë 4 dhe në fund u arrit në 5. Dhe shumë punë të mira të tjera, të cilët mendoj se e kemi përmbyllur si problematika kryesore, të cilat i kanë tanguar universitetet në përgjithësi. Do të pyes pak për ligjin për përfaqësim, e ka fatin e njëjtë si ligji për arsimin e lartë, edhe ai ka ngecur nëpër procedura qeveritare. Kryeministri disa herë deklaroi se do dërgohet në kuvend, edhe tha se është dërguar në kuvend, megjithatë nga kuvendi akoma nuk kemi marrë një miratim. Ka pas shumë vërejtje edhe nga ana e opozitës, po edhe nga ana e ekspertëve se çfarë përmbajtja juridike e ligjit ka në vete. A prisni që ligji për përfaqësimin e drejtë e para ta rregullon përfaqësimin, apo ta përmirëson, si do një quajnë, dhe e dyta, aktet nënligjore ta kenë fuqinë për të detyruar institucionet ta zbatojnë? Patjetër, arsyeja se pse kemi bërë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është që përfundimisht ta përmbyllim nivelin e përfaqësimit dhe ta rregullojmë atë me ligj. Duhet ta theksojmë edhe gjendjen faktike, e cila është për momentin. Më thonë për një kohë të gjatë, sepse ligji përfaqësimi drejt dhe adekuat bëron nga marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe ka qenë detyrim që të përmbyllet qish në vitin 2004 dhe 2006, edhe fatkeqësisht ish pushteti, në këtë rast konkret BDI, nuk e ka parë të arsyeshme që një çështje kaq kruciale për shqiptarët të përmbyllet me ligj. Dallimi është shumë i qartë. BDI e ka lënë përfaqësimin adekuat dhe të drejtë në kategori mekanizmi, me ardhen e vlenit në pushtet, përfaqësimi adekuat dhe i drejtë po shndrohet në ligj.
ligji është një kategori shumë më e fuqishme se sa mekanizmi dhe mendojmë vetëm për faktin që po e ngrisim nivelin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në ligj, është mjaft domethënëse dhe është një arritje e madhe. Ligji në vete parashek mekanizma të cilët përfundimisht do e rregullojnë çështjen e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, por gjithashtu do të shtojnë edhe një kriter tjetër që është kriteri i meritokracisë, që fatkeqësisht BDI një kohë të gjatë shqiptarët ndoshta i ka shtyrë në sistemin e administratës, po i ka lënë në shtëpi, nuk i ka kyçur në sistem dhe tash pas një kohe të gjatë ato përballen me zgjidhje të problemeve administrative e që nënkupton që kanë probleme në funksionim. Ne mendojmë se përfaqësimi i drejtë duhet edhe të realizohet, mirë po mendojmë se duhet ta ngrisim edhe meritokracinë në nivelin e duhur që edhe shqiptarët të na përfaqësojnë nëpër institucionet shtetërore në mënyrën e duhur. Çështja se ka ngelur deri tash në procedurë qeveritare është se për arsye se bëhet fjalë për një reformë jetike. Por neve mendojmë se duhet jemi shumë kujdesshëm dhe ta bëjmë një ligj sa më gjithëpërfshirës që në të ardhmen do t'i zgjidh problemet e jo të krijojë probleme të reja, sikur shumë ligje të cilët BDI na i ka lënë si barr dhe tash po na sjellin probleme në funksionim. Është një çështje për cilën ka folur zëvendës kryeministri Bekim Sali dhe ka të bëjë me provimin e jurisprudencës. Tha se do ta ndjek grupin e punës nga ekspert kushtetues, u dhanë disa afate deri tani se do ta zgjidhë këtë çështje, por deri tash nuk kemi rezultat konkret. A është diskutuar brenda partisë, brenda kabinetit qeveritar, brenda formacionit politik tuaj, se deri ku ka arritur ky grup i ekspertëve me gjetjen e zgjidhjes për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe kur do të del konkretisht për të dhënë zgjidhjen konkrete. Edhe kjo që e thatë është ajo që e përmenda parës. Domethënë zgjidhjet parciale ligjore krijojnë probleme në të ardhmen. I tillë situata me ligjin për jurisprudencë. Momentin që është miratuar ligji për zbatimin e gjuhëve, pas një periudhe 3-4 mujore, ka ardhur në rendite ndryshimet e ligjit për dhënien e provimit të jurisprudencës. Në atë kohë, deputetët e shumicës parlamentare është dashur që ta bëjnë harmonizimin e ligjit për dhënien e provimit të jurisprudencës me ligjin për përdorimin e gjuhëve, gjë që nuk e kanë bërë dhe për këtë arsye ne kemi këto probleme. BDI tash që po e ngrit si problem, nuk e di pse nuk e ka ngritur më herët, kur për shembull djali i Talat Xhaferit e ka dhënë provimin në maqedonisht. Ato po thonë se nuk ka pas kësi probleme më herët, por ja kam pas rast konkret që ta menaxhojnë këtë punë, po nuk e kanë bërë. Tash vlen e ka marrë shumë seriozisht ngritjen e zërit të studentëve, të cilët me plot të drejtë po i kërkojnë të drejtat e tyre përmes protestave dhe ngritjes së zërit, ka pas takime të përfaqësuesve të studentëve me zëvendës kryeministrin e parë, zotin Bekim Sali. Si kuadër i këtyre bisedimeve është formuar një grup pune prej ekspertëve për të gjetur një zgjidhje ligjore dhe jo vetëm për provimin e jurisprudencës, sepse kemi edhe provime të tjera profesionale, të cilët po ashtu jipen vetëm në gjuhën maqedonase, i tillë është për shembull provimi për kontabilist, provimi për notar, dhe ne po dojmë tash të gjejmë një zgjidhje sistematike me të cilën e zgjidhim problemin e gjitha provimeve profesionale në mënyrë që ato të mund pasaj të jipen edhe në gjuhën të cilën e flasin edhe të tjerët përveç maqedonishtës, konkretisht në gjuhën shqipe. Dua t'ju pyes për fond për një çështje që nuk është zgjidhje e trashëguar ose pasojë ligjore e trashëguar, por është një aktualitet javës së kaluar në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në ditën e policisë nuk u respektua as gjuha shqipe dhe nuk u dekorua asnjë policë shqiptar. Nuk e di nëse zëvendës ministri e ka parë të arsyeshme të del para opinionit dhe të shpjegohet, po është diskutuar në parti kjo çështje për të kërkuar llogari apo për të kërkuar se shpjegim se çfarë ka ndodhur dhe pse asnjë policë shqiptar nga 12 nuk është dekoruar dhe askund nuk ka pasur asnjë shkronjë në gjuhën shqipe në manifestimin e ditës së policisë. E qartë, me që ju e keni paraqitur me shumë të drejtë si problem, do më thonë ka një problem të tillë. Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme, zotri Seni, është në vizitë zyrtare në SBA, ende nuk është kthyer prej atje. Pati deklarat në këtë drejtim edhe bashkëkryetari zotri Kasami, dhe do të shohim ende nuk ka edhe një deklarat zyrtare prej Ministrisë së Punëve të Brendshme
sepse mendoj që është një pyetje më shumë që do duhet t'i drejtojë resorit konkret në këtë rast Ministrisë së Punëve të Brendshme, mirëpo pa marrë parasysh faktit, ne do ta shohim se ku qëndron problemi dhe do të mundohemi që të ndërmarrim masa konkrete për ta zgjidhur një problem të tillë në rast se është me të vërtetë ashtu. Faleminderit për kontrollin analizat. Ju faleminderit edhe juve. Ishte drejton Sulejmani vetëm pas siglës, rikthehemi me informacione të tjera, qëndroni me ne.